Miq, në mbyllje të kësaj jave do të flasim për zhvillimet e fundit nga aktualiteti, politika, por edhe ngjarje të tjera që kanë prekur direkt apo indirekt Shqipërinë. Do të analizojmë të gjitha me avokatin mikun e emisionit ton Zaçe Islami. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Përpara të hym tek të lutem avokat, një mendim për favor. U qërua një spion i grekëve, një antikombëtar. Pse mendoni kështu? Kam prova. Nuk nxitojmë kur. Ju e dini shumë mirë që gjatë gjithë këtyre kohëve që kemi bashkëpunuar bashkë që keni kërkuar intervistat e mia, unë kam thënë, atyre që kam thënë nuk kam qëndruar dhe siç e keni parë dhe nga komentet edhe vlerësimet e teleshikuesve tuaj, deri tani s'm ka thënë njëri që ke folur gabim. Mund të jenë zëmbruar patronazhistët se kam kritikuar krimet e komunizmit dhe diktaturën komuniste në Shqipëri, po që të kem thënë gjërat të gabuara jo. Dhe shkojmë drejt në temë. A nuk ishte Fatos Nanua që deklaroi në Kret dhe tha, takoi Miloševićin në Kret dhe tha Kosova e ka kryeqytet Beogradin? E dini këtë deklaratë të tjera, përse dini? Një kjo. E dyta, personalisht jam përplasur me të në Athinë, në vitin 2004. Fatos Nanua erdhi dhe mori një takim me priti qindra emigrant në Athinë, dhe në një nga pritjet që bëri, i shoqëruar nga ish ambasadori i Bashkim Zeneli, dhe i shoqëruar nga nënkryetari i Bashkisë Athinës, mbajti një konferencë me qytetarët shqiptar atje dhe midis të tjerëve u dërguan ca fletushka, ca patronazhistëve po i quaj tani me këtë termin që kanë sot, dhe diskutuan dhe i thurën lavdi Nanos, kritikonin Berishën e tjera, nese punë fushate. Por, unë isha në sallë në hotel Divan e Karavel në Athinë, ka që muaj qershor i vitit 2004, dhe në mos gaboj, po 2004, 2005 në mos gaboj, nuk e di se që fushat elektorale, duhet ke që 2005. Dhe midis të tjera, Fatos Nanua thot, populli shqiptar thot ka jetuar në harmoni dhe në marrëdhënie shumë të mira, thot, me minoritetin grek në Shqipëri, i cili jeton në trojet e veta. Stop. Kjo mua më ra si tokmak në kokë. Shne trojet e veta minoritetin në Shqipëri, po që se është në trojet e veta, së është minoritet. Atëherë, folit që kishin për të folur ata, ngrita dorën, nuk të flisja, thot, Bashkim Zeneli mbaruan diskutime, thot, zotëri, thash, zotë ambasador, kemi ardhur këtu të komunikojmë dhe të kontaktojmë me kryeministrin e Shqipërisë. Dhe s'kemi thënë asnjë gjë. Tani unë do flas sepse kam gjëra për të thënë. Po mirë, thuaj shkurtimisht ç'ke për të thënë. Ajo i thash, nuk flas shkurtimisht. Do flas nga mikrofoni, thash, në podium. Dhe vajta shkova në podium. I them, zoti kryeministër, të falenderojmë për pritjen që na bëre, për kontaktin që more me neve. Por kemi sa gjëra, thash, që duat të më sqarosh. Konkretisht, i thash, ju në fjalën tuaj deklaruat që minoriteti grek në Shqipëri jeton në trojet e veta. Tani si ta kuptojmë këtë fjalën tuaj, zoti kryeministër, thash, në trojet e veta për minoritetin grek? Tha, si quaj ty, thash, më quajnë Zaçe Islami. Tha, u papunë, tha, do bëj intervistën me ty, zoti Zaçe, tha. Tha, shiko, në vitin 91, tha, me në bazë të ligji 7501, kooperativat bujqësore u prishën dhe tokat e kooperativave ju ndanë fshatarëve, tha, sipas frymëve. Dhe siç morën fshatarët shqiptarë, tha, morën dhe minoritarët toka, tha, dhe ndërtuan shtëpi në ato toka, tha. Dhe në këtë mënyrë, në këtë kuptim e thash, tha, për shtëpi që kanë ndërtuar, tani që dham troje, që dham tokë. Në fillim, në kryetari i Bashkisë Athinës, kur ai tha në trojet e veta, i vajti buza vesh më vesh. Ndërsa kur e mohoi
ai u ngrit e iku. U ngrit në mënyrë demonstrative dhe iku, u nxiu B4 dhe iku. Pra, ky që Fatos Nano, o zotëri. Pra ndaj u them, u qërua një antikombëtar, u qërua një kriminal komunist, një bashkëpunëtor i serbëve, një kryeministri i një qeverie dhe një partije të iniciuar dhe të drejtuar dhe të komanduar dhe të udhëhequr nga serbët, pra si ishte shqiptar për mua. Këta në prova. Urdhë? Me serbët. Ku lidhet me serbët, po asa që ajo Kosova ka kryeqytet Beogradin, si su lidh ka? Me kë lidhet me mua? Avokat, Esa në kreç këtë zotin. Urdhë? Ndoshta pa e vlerësoj. Të lutem. Flasëm për kryeministër apo flasëm për tregtarin e zarzavateve në lagje? Zotëri, flasëm për kryeministër. Dhe fjalët e kryeministrit janë deklarime që kanë pesh, qoftë në politikën e brendshme, qoftë në politikën e jashtme. Dhe kur ai thot që Kosova e ka kryeqytet Beogradin, çfarë kërkoni më? Se s'po kuptoj këtë. Çfarë duhet të thotë më? Duhet të thotë që Kosova është të deklarojë që Kosova është pjesë e Serbisë? Ajo, po tha ka kryeqytet Beogradin, do të thotë që është pjesë e Serbisë. Pra është antikombëtar, zotëri. Vazhdo. Megjithatë, krahasuar me rregulloj se diçka nuk është në rregull, nuk e ke në rregull figurën. Okej. Avokat, por megjithatë, krahasuar me partinë aktuale socialiste dhe me rivalin e tij politik, Sali Berisha, Fatos Nano është larg. Në radhë të parë nuk janë rival, janë kolegë, janë antarë të njëjtës parti, Partisë Komuniste të Shqipërisë, Partisë Punës Shqipërisë. Nuk janë rival. Si është vërtet, rival janë për tendera dhe për kocka, për të rrëmbyer, për të vjedhur, për të grabitur në Shqipëri. Po burgu. Që bëri burg, nuk e futi Sali Berisha në burg, e futi vetë e tij që vodhi. Nuk e futi Sali Berisha. Po Berisha tha kur ishte mas 2005-s që e bëri një herë burgun. Shiko, që bëri burg se vodhi, zotëri. Vodhi ato ndihmat që solli shteti italian në Shqipëri. Dhe bëri atë që është gjykuar, që ishte unë nuk kam qenë gjyqtar atje, as avokat, nuk e di si zhvilluar ai gjyq, se kam qenë jashtë shtetit tantë kohë, por di që është dënuar për vjedhje. Kaq. Ky që Fatos Nano, ata në këta të pa fytyrë, këta lamashër, këta karagjos që vene dhe i bëjnë dhe ditëzje kombëtare, i bëjnë dhe gjitha të homazhe, gjithë këtu, ku t'ja bëjnë? Ka që pështirë janë, ka nuk ishin këta që qoftë që e futën në burg, qoftë e kanë braktisur, nuk i ngrinë as telefonin, janë pa fytyrë më, po s'ke politikan shqiptar. Pra, sipas jush, avokat nuk e meriton dhe t'ishte president? Absolutisht jo, absolutisht jo. Jo, bile unë sot i ftova shqiptarët të shkonin të Invallën që Skënderbej se iku një antikombëtar, iku një armik. U larguan a këbot një armik. Nuk ka në gjykimin tuaj, s'ka bërë asnjë të mirë për Shqipërinë? Asnjë deri më sot s'ka bërë të mirë për Shqipërinë nga këta. Vetëm kanë vjedhur pronën e Shqipërisë, pasurinë kombëtare shqiptare. Avokat, kanë vjedhur naftë. 14 vite kryetarit PS-s edhe 3 herë kryeministër, asnjë të mirë. Po më thuaj cilën të mirë ka bërë, se u s'dino një. Pa më thuaj një? Jo, unë po ju pyes ju. Jo, mbeq pyet mua atëherë po të them, kanë bërë vetëm të liga, kanë bërë vetëm krime, kanë përzën shqiptarët, po vjedhin pronat e shqiptarëve, po boshatisen Shqipëria, po boshatisen fshatra, po boshatisen qytetet, s'ke rini, s'ke forcë staf për punë. Kjo është situata atyre. Ke një ekonomi mizerabël, ke një shtet që nuk prodhon asnjë gjë, e ka kthyer Shqipërinë në një treg të Serbisë të Evropës. Nuk prodhon asgjë Shqipëria, zotëri. Me se mbahet, e di me se mbahet Shqipëria apo jo? Me se mbahet. Mbahet vetëm me remitancat e emigrantëve. Nëse nuk do të dërgojnë para ata, kjo qeveri dhe kjo parti dhe kjo pushtet dhe kjo klasë politike qërohet nga faqet dhe ata janë fajtorë kryesor që këta rrinë pushtet. Megjithatë, avokat, institucionin e dorëheqjes edhe mund të themi dy fjalë të mira për të, mënyra si iku. Apo jo?
Dëgjoj, në krahasim me këtë Karagjozin tjetër, ai që pak më i avancuar. Ky Karagjozi që qeverisani, ky është njeriu më antikombëtar që mund të ketë kaluar ndonjëherë në Shqipëri. Ky është i lik, ky është i pabes, ky është tradhtar, ky është kriminal, ky ka të tëra. Pra, duke gërmuar, mund ta jemi diçka të mirë edhe në gjykimin tuaj. More ato dy të kia të mëdha që ka bërë mbulojnë çdo lloj të mirë që mund të ketë pasur ai si njeri. Nuk the pasaj për veset e tij e për aventurat e tij, se ato janë të karakteri personal dhe së hyrë punë. Avokat, po për Aratisjen, çfarë mund të themi? U dorëzua. Ka që thjeshtës. U dorëzua, iku. La pushteti dhe iku. Bëri atë që bëria me zogun 39-ën. Tjetër punë që atë e kthyen në pushtet prapë ndërkombëtar, se shumë të zezën nga ndërkombëtarët i kemi. Por ai praktikisht la pushtetin e iku. Keni pas episode të tjera me të gjatë kësaj kohe? Jo. Më mjaftoi vetëm episodi në Athinë, që unë i tregova vendin atje, si asnjë shqiptar tjetër aty në sallë, nuk mburren për këtë, po është një vërtet e keni në arkivën e televizionit shtetëror dhe në arkivën e Top Channelit. E keni atje deklaratën e tij dhe debatin që kam bërë me të. Po diçka tjetër në raport me periudhën e tij, në raport me fqinjet asaj kohe? Fale në Athinë, nuk diskutohet fare. Nga ndoj që video të shkonde në Athinë, atje i mirë se urdhat, atje i bënd të tëra. Dëgjoj që agendi grekëve i kishte të tëra. Ta nuk duan të thonë, koha do t'i nxjerrë. Unë shpresoj që këto videot e mia dhe këto deklaratat e mia t'i rezistojnë kohës dhe të mbeten në arkiva, që brezat të gjykojnë dhe të shikojnë pastaj që po zotëria ka pasur drejt, do thonë. Avokat, për të kaluar tek një tjetër çështje, në fundjavë, në momentin që u paraqit Belinda Balluku në SPAK, kishim dhe një vizitë të rëndësishme të një zyrtari amerikan që duket sikur kalojnë hije. Nuk ju dha shumë rëndësi. Ndoshta për shkak edhe ngjarjeve të tjera që mbuluan, nga Erion Veliaj te rasti Fatos Nanos, vet Belinda Balluku që vajt në SPAK. Por ju si shikoni ardhin e tij dhe takimin me drejtuesit e SPAK-ut dhe prokurorët? Shikoj një tjetër krim dhe një pandershmëri e medjave shqiptare. Sepse media shqiptare merren me Big Brotherin 24 orë në 24, me Big Bordelin, që do bëjmë Big Bordelin 5 tani, të 5-in, dhe nuk merren me një ngjarje që është me vlerë në marrëdhënien ndërkombëtare të Shqipërisë dhe me situatën aktuale politiko-juridike në vend. Pse e them këtë? E them sepse erdhi zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe takoi kryeministrin, atë ministrin e brendshme, takoi të drejtësisë, drejtorin e SPAK-ut, takoi këta të drejtësisë, takoi të tërë. Nuk takoi as kryeministrin, as ta shquajturin kryetar të opozitës. Kjo i thot të tëra zotëri. Prandaj dhe me media shqiptare heshti. Prandaj dhe media shqiptare kalon në errësirë të lëkshtuar. E më punë madhe ja erdhi një. Mirë, po ai ka ardhur me agenda, ka ardhur me urdhra për SPAK-un, se SPAK-u është krijesa e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ata e paguajnë SPAK-un. Kështu që unë e gjykoj që, ose më mirë me thënë, nuk më përshtypje që media shqiptare televizionet shqiptare heshtin. Nuk më përfare përshtypje, se e di atë pres, nuk pres që të flasin, e të komentojnë, e të deklarojnë. Ndërsa zonja Balluku është treguar e pacip ashtu si që është. Fare e pacip. Kur them e pacip, do të thënë s'ka pikën e moralit. Ajo kalon të atje me një cinizëm të theksuar, me një kapadajlok, me një mënimandësi, a thua se po vinte në dasëm, jo se doli nga zyrat e SPAK-ut. Po ndoshta s'ka bërë gjë, avokat, e pafajshme derisa të jepet vendimi. Zotëri, u cilësua, ju komunikua statusi i të pandehurit. Jo, nuk u dënua pra, e pandehur, nuk u dënua. Po e pandehur, pse nuk jeni ti i pandehur? Pse nuk jam dhe unë? I pandehur nuk je burri mirë.
është tjetër punë e caktuar, është vendosur ti është fajtor ose jo. Po aman je person që do përgjigjesh për diçka, ja je akuzuar, i pandehuri se akuzuar, zotëri. Por kemi prezumimin e pafajësisë. Nuk thash është fajtore, thash e pandehur. Dhe si e tillë të paktën duhet ishe serioze. Të paktën duhet ishe serioze. Për të respektuar ata 4 anë me bojë, ata mavri që votojnë, dhe për të respektuar dhe institucionit e ke cili vajti dhe doli. Me i ajo akoma nuk na ka thënë kush e goditi në sy, ose kush ja shkaktoi njollë në zezë në sy, çfarë ndodhi me syrin e zonjës Balluku. Po ajo që ishte më skandaloze është që i dolën të palarat në shesh qeverisë shqiptare. Belinda Balluku, ministre dhe zëvendës ministre, e motra e saj, ajo Pamela Qirko, që është Pamela Balluku dhe s'ka pse ta ketë mbi emrin Qirko dhe Turtivi, që man akoma mbi emrin e ish bashkëshortit që ka 15 vjeç që është ndarë. Po e bën atë për të muluar, për të mos marrë vesh qytetarë shqiptarë që ajo është motra e Belinda Ballukut, pra janë besat e Beqir Ballukut. Ky është nepotizmi dhe prandaj është ka ta ndisur kështu Shqipëria. Derisa ligji e lejon që ta ketë përfaqësuese ligjore. Përfaqësuese ligjore mund ta ketë, po jo njëra ajo të gjykatën në pjesë e gjykatës kushtetuese, mirë them, dhe motra të jetë ministre. Zotëri, në pushtet nuk duhet të ketë fare gjykumi asnjë lidhje gjaku me të. Ajo, këta kështu e bën, nuk e kanë për gjë nepotizmin, nuk e kanë për gjë që ato qeverisjen autokracinë, ka autokracinë në Shqipëri, s'ka qeveri, s'ka pushtet. Por ata amerikanët kanë sjellë ndonjë gjë konkrete apo ka ndonjë dosje, ndonjë listë, më the thash sepse përse mund vinë ai një muaj para largimit Dumanit. Do shkoj do t'i pyesin, do t'ja përgjigje. Po ku ti thonë ata se pse vini dhe çfarë bëjnë? Ku ti kanë thënë deri sot? Kur do ta ndjejmë efektin e tyre, kanë fjalë. Do shohim, jemi në pritje. Ndikon te kjo dosje akore? Efektin e asaj vizite, unë e pres që të arrestohet kryeministri dhe Sali Berisha. Po Berisha Belinda po se po. Belinda po se po? Po. Po më thatë në bisedën e fundit që nuk bie. Përpara se të vinte amerikani. Atë situatë kisha në bisedën e fundit, atë thash. Këtë situatë të re kemi tani dhe do gjykojmë dhe do flasim mbi zhvillimet e reja. Ne nuk do t'i rrim beslik një fjalë ose një ngjarje që ka ndodhur para. Dinamika është shumë e shpejtë, po më thonë. Lëviz, jeta është në zhvillim, ngjarjet janë në zhvillim. Unë shikoj që këtë klaunin e cirkut, këtë Karagjozin që kemi ne kryeministër, tani nuk ja varë më njëri as në Europë, nuk e pranojnë më. Se e shohën se charlatanë, se që legendë. Edhe në Franca, ku ishte atje takime Macronin, me mthe të thash. Pse vate në Francë? Vate për të ngushëlluar Sarkozy në qofut të burg, ish presidenti francez? Dëgjoj, këmbana bien për Edi Rama dhe ai e di mirë këtë punë. Avokat, këtej do shkoj nga Meloni, tani kemi mbledhjet përbashkët qeverive në 19 nëntor. Meloni është afërt me Trumpin. Pra, siguri ka vendosur sa gjëra në vit. Ai në vit s'ka vendosur asgjë, megjithatë unë nga perëndimi nuk pres doj bes. As kam pritur bes, as pres. Sepse masonët kanë ligjet e tyre. I bëjnë punët kur duan, si duan dhe si të duan. Ne jemi praktikisht jemi të varur për tyre, jemi të dënuar që të bindemi atyre se s'kemi nga e mbajnë. Jemi një popull shumë i vogël, jemi një shtet kavje, një popull kavje, tek i cili ata eksperimentojnë të gjitha të zezat që kanë planifikuar me shekuj për të sunduar botën. Kështu që nuk më bë përshtypje dhe kjo që ti lidhe me Meloni, se dhe Meloni pjesë e atyre është dhe politikën e atyre bën. Meloni gjithçka mund të jetë, por vetëm me djathtë nuk është. Djeni dhjetor, avokat, paktën nëse me dinamikën aktuale mund bëjmë ndonjë parashikim? Kush e ha dhe kush nuk e ha vitin e ri? Shpresoj që të mos e hanë vitin e ri këta që janë në pushtet. Shpresoj. Megjithatë,
Çarçlonvaki. Ore, Amerika edhe Perëndimi ka një gjë, dorën që nuk e kafshon e puth. Po e panë që nuk mund të rrëzojnë i Tiranën, sepse nuk mund të rrëzojnë. Ata kur do në rrëzojnë qofse nuk do hynte në mes Rusia, hynë Moska këtu. Në çdo veprimtari, në çdo hap që hedhin Amerikanët, Moska i kundërpërgjigjet. Ishte plani për të bërë Shqipëria natyrore, e kundërshtoi Moska, duke kundërshtuar atë dalin e Bosnjë-Hercegovinës Srpska, Republika Srpska, që ishte ajo, blokoi, tha jo të mos bëhet, do rriasu siç është. Dhe amerikanët këtu janë detyruar që të bëjnë pazare me Moskën. Dhe po i bëjnë fakt. Dhe pikërisht këtu ka ngelur situata. Megjithatë ne presim. Presim sepse atë kemi mundësi të bëjmë, të presim, asnjë gjë tjetër s'kemi në dorë të bëjmë. Vetëm të presim. Avokat Velia e tha, atë që mbet mua do a bëj ju nesër. No, po i di se i ka parë paranësit e tij, i ka parë që nga Betrispahiu, Tukjakova, me radhë generalët, ministrat, kryeministrin që e vranë fare, i di mirë, ai Erion Velia ka studiuar se ka 9 muaj kohë që të studioje, të ristudioje, të lexojë çfarë ka ndodhur, çfarë kanë bërë paranësit e tij. Ai e di mirë që ata janë një parti që han njëri tjetrin. Po si do mbyllet? Vetëm me luftë. Bërnalloj. Vetëm me luftë bërnalloj. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën, ishte kënaqësi dhe të uroj një të diel të këndshme. Faleminderit edhe për intervistën.